këtë ligj dhe në qoftë se kjo dështon, siç ka gjasa dhe në gjykatën kushtetuese, e cila është një zgjatimi i politikës, kryesisht asaj të majtë, e cila ka 12 vjet në pushtet, është mandatin e 4, pasaj si rrugë e fundit ngelet ndoshta mbledhja e firmave, mbi 50.000 firma, dhe kalimi i këtij projekt ligji në referendum, duke zbatuar ligjin kryesor themelor të kushtetutës, e cila e lejon një gjë të tillë. Në fakt, mbledhja e 50.000 firmave nga kombinimi i fuqisë të gjitha këtyre shoqatave, të besimeve fetare, institucioneve të këtyre besimeve fetare kryesore në Shqipëri, të feve monoteiste dhe i opozitës, sigurisht që do të ishte një diçka shumë e lehtë për të mbledhur 50.000 firma, dhe lufta dhe debati mediatik që mund të zhvillohej në një rast të tillë do të ndërgjegjësonte sadopak edhe elektoratin e majtë, i cili deri tash duket që është dominant në këto 4 palëzjedhjet e fundit, pavarësisht nga manipulimet, por ka qenë dominant në krahun e majtë, duke qenë se flitet për të ardhmen e fëmijëve të tyre dhe të niprëve dhe të mbesave të tyre, sigurisht që mund t'i ngacmojë një fazë shumë të madhe njerëzish, dhe në rast se arrihet në një skenar të tillë që të triumfojë votimi në referendum,